mendoj unë që Zoti im do gjak, unë s'bëj kurban. S'kam për të bënë njërë kurban, Zoti im nuk do vrasje. Zoti im do dashuri vëlla. Të duam besojmë të gjithë. Dhe dashuria nuk është erotike. Kur unë them unë e dua Violën, nuk është se unë dua ta kem dashnore Violën apo dua ta shçojnë në krevat. Gjithmonë Unë e dua Violën, dua energjinë e Violës vëlla. Kaq, është kaq e thjeshtë. Njerëzit nuk e kuptojnë. Dashurinë gjithmonë e përkufizojnë si erotike. Po sepse është ignorancë, pra, sepse ka frustracion seksual shqiptare. Pse? Po sepse jemi shoqëri e mbyllur, jemi e traumatizuar. E traumatizuar se e mbyllur tani më. E mbyllur në mendje. Okay. Mendje ngushtë. Eskortizmi nuk është hapja. Prostitucioni nuk është inovacion, prostitucioni është më i vjetër se politika. Pa. Duhet mbushur me prostituta veni. O shpend se më kujtove diçka. E di ça mendoj shpesh për këtë punën e hapjes ton, përfshirë edhe këtë fenomenin e eskortës që ti the. Ne kemi filluar të lëvizim shumë në kuptimin turistik të fjalës. Shohim deri në cepat e tjerë të botës, anën tjetër të oqeanit, botës në Azi, në Amerikë, lere më këtu rrotull Evropës që s'bëhet fjalë. Dhe më bën përshtypje që sa pak kuptojmë ne nga ato që shohim. Do me thënë, pa tjetër që përgjithsisht shqiptarët përshtaten mirë. Përgjithsisht përshtaten mirë dhe kjo është gjë e mirë. Ta themi atë që është. Po nga ana tjetër më bën përshtypje dhe e kam hasur tek shumë njerëz që kam takuar, që kuptojnë shumë pak nga ato që shohin jashtë. Sepse ndoshta ne si kemi kaluar ato procese. Nuk duan t'i kuptojnë vëlla. Nuk duan, është çështje zgjedhje. Pra, si do të shpene ty me moll fara. Nuk matematikat. Po, me moll. Unë nuk zgjohem ditë për ditë me dashurinë për të vajtur në regjistrim, se unë kam pothuajse podcast live edhe kam atë premierën time me personazhin si e keni juve një herë në javë, unë kam lënë dielën, kupton se. Por unë e bëj sepse e di që është detyra ime për ta bërë. Kur unë shkojnë në Gjermani ose shkojnë në Francë të gjitha, ti imponon vetë sepse aty shikon kosha rrugës. Ose nuk shikon bishta cigaresh. Tash imponohesh më. Na gjë. Unë mendoj se nuk është kapaciteti munguar për të parë jashtë. Problemi është që neve urrejmë vendin ton vëlla. A kupton? Domethënë, në momentin që ti urren vendin tënd nuk ke çat marrësh nga jashtë për ta integruar, se ti nuk çon një gjë të mirë tek ajo që urren. Edhe fatkeqësia dhe mallkimi është që ti nuk e kupton që urren vendin. Unë mendoj që kjo që thash Shpendi është e vërtetë. Që ne në mënyrë të vetëdijshme, që mund të jenë pak, dhe të pavetëdijshme që janë shumë, ne nuk e duam vendin tonë. Me këto veprime të përditshme po, patjetër. E urrejmë valla. Nuk e duam. E urrejmë por se nuk mund ta sjell, nuk mund të sillesh dot me nënën, siç sillemi neve me shtetin me vendin tonë. Është toka jona. Është vendi më i bekuar të betohet Shpendi, neve jemi çuna të goca të reja, ne kemi dalë në Europë, kemi parë, nuk është se jemi si baballar tanë që Amerika vuan për bukë, Italia vuan për bukë. Në Gjermani klima është bastarde, në Francë klima është bastarde, vetëm Côte d'Azur, në Angli nuk rrihet. Ja, është merr. Neve jemi i bekuar nga Zoti, o plak. Ne jemi të bekuar 200 e ca ditë diell. Po në vit. Jeshillik, ushqim. Domethënë, këtu të prodhosh domate ajo në prodhohet, ti e ha si frut. Mbahet më kur ishin të vegjël në fierë në 2 për shembull që merret çik një domate nga baçja e nonës, i hidhet çik kripe haj si frut valla. A kishte lezetin e vet ajo. Unë po them tani pse është rritur standardi, shqyr më që është rritur standardi, po ideja është jo te ushqimi valla. Atë marrim miell serb. Marrim domate maqedonase. Myzeqeja mund të furnizojë tërë Europën. Po ditë për dorë. Po zakonisht prodhimet e myzeqes përfundojnë nëpër ato kanale. Sepse kemi mallkimin që jemi disa idiotë të dobishëm, neve si popull, dhe kemi mallkimin që kemi disa hajdut të dobishëm për xhepat e tyre. Kaq që thjesht është. Domethënë ty të kërkon Shpendi votën, ti e je votën dhe pastaj ti nuk e gojt, ti thua Shpendit, do vlla, po ç'do bëhet me subvencionet e bujqësisë time? Çe gojnë idiot. Që ty ta dhash 50.000 lekë non, ç'a do ti? Se në fakt për aq ja ke dhënë votën, për 50.000 lekë. Sa aq që shit e vetëm valla. Aq që shit vetëm. Je pranove, për sa kohë pranove, nuk e më. Ti e pranove, ai ta dha ç'a do tani? Ç'a do tani? Kjo është valla, domethënë zgjidhja e problemet miqtë mi fillon kur ti e pranon që ke një problem. E vërtet është.
Ne nuk e kemi pranuar që kemi Ne probleme. jetojmë me kokën në rërë si Ne kemi struci ta shpend. nacionalizma idiot, serbët, grekët, gjitha me radhë. Neve, unë kam shok edhe serb, edhe grek, edhe shqiptar dhe maqedonas. Plako, Ato që i kemi bërë ne Shqipërisë nuk do Plako. kishte serbe dhe grek t'ja Plako. bënde, fatkeqësisht. ata kanë kulturë politike. Ne nuk kemi kulturë politike. Vajta në Beograd, erdha nga Gjermania, rash nga Beogradi, kishte aromë qytetërimi o vlla. Njerëz që më pan me pasaport shqiptare fillonin ndihmonin. Pra, populli është popull, nuk ka se të urren ai si është shqiptar. Politika është bastarde. Dihet që ato janë politikë shoviniste. Sidoqoftë, edhe politika e mbjell një lloj urrejtje tek. Po sepse gjente populli. 10% që shikoj idiotat që Se dalin në për unë- televizion. O, Vjola, ja bëjnë këtu. Okej. Jam përdhunus, Po, jo më jam pak- përdhunus edhe ja bën këtu e jam shqiptar. Jam shqiptar. Edhe e kompromenton dhe simbolin. Ma list pin me bidona, jam shqiptar unë. Po është Greqia, kupton. Patriotizëm është mos vjedhësh vendin, no. Kush ka ngel tu pa vjedhur? Ka që thjesht është. Ta rrezik edhe flamurin e bëjnë tub për të pirë mallin Po. gjatë patriotizmit. Po. Që na tregojnë tash janë mbyllur disa janë më narkomanë shumë, vëllai. Sa më shumë moral të shesin aq më të. Po nuk shitet morale burr tash si puna me vajt në një burdello dhe me gjet Krishtin aty, po se gjën dot vëlla. Cili mendon ti që është patrioti mirë, tamam, ashtu siç duhet, ashtu siç ti e sheh patriotizmin si koncept. Neve më se s'ka patriotizmi brir. Çohesh në pikë sabahut bësh 3 punë që mos të vjedhësh. Unë që bëj 5 punë që mos të vjedh. Po bëni muhabet me Gonin. I kemi mundësit me i bësh 7.000 euro, 8.000 euro në muaj me teknologjinë e sotme. Që mos të vjedhim vlla dhe mos të vi njerit na paguaj. Nëse ti do 7.000 euro, 8.000 euro, nuk të dalim vlla në Shqipëri 7.000 euro, 8.000 euro për të bërë një jetë komode, atëherë ti je kleptoman vlla, vua nga smundja. Ty Viola besoj të dalin 7.000 euro, 8.000 euro për jetë. Po ja dele marrë mirat, edhe të kursesh, edhe të çosh në shtëpitë e gruajt e nonat e baba, edhe të investosh për të ardhmen e fëmijës, edhe pa pasur fëmijë, nëse ti ke 7.000 euro, 500 euro në muaj lë buxhet në vete për fëmijën o vlla. Jo, 7-8.000 euro janë shifra goxha surreale për Për Shqipërinë. Radzodio me YouTube-in, me Spotify-n, me rrjetet sociale sot, me punën që bëjmë neve. Po, nuk mund të bëjnë të gjithë të njëjtën punë. s'ka Kupton shanse ta- çfarë mund të bëj ai që Unë punon do mërzitesha. murator. Unë do mërzitesha nëse do ta bënim gjithë, se është diferencimi, unë jam i djathtë vlla. Sepse do Ti dhe merr atë që meriton. do dhe mendje që ta vësh në punat mekanizëm teknologjik që të prodhoj content. Okej, patjetër nuk e vë në diskutim këtë, po nga ana tjetër Unë sot në tru podcast me mbyll me i vendos Chelsea, kam 3 vjet regjistrime. Vetëm me bë prerje video. Që vazhdojnë Si të kam gjenerojnë. Që gjenerojnë. Po, gjenerojnë. Tani a është gashi, gjendet gashi në shoqëri, jo, valla, nuk gjendet dhe shqyr Zotit për mua që nuk gjendet gashi në shoqëri. Unë mendoj se ne jemi mediokër gjithë, ë. Thjesht neve jemi çik më mirë se sa mediokër dhe ekuivalentimi që të pëlqeu ty na bën të zgjuar. Në një shoqëri të zgjuar ne do ishim komplet idiota. Kush i merr vesh? Do ishim të paaft ndoshta. çfarë bën një shoqëri të zgjuar? Shikojnë punën e vet, valla, mos merret me ty. Okej. Aty fillon inteligjenca. Shiko tënde, shiko tokën tënde. Ne kemi ne problem shqiptarët- këtë shumë. Toka vet djerr, nuk po e punon e goni tokën. Po punoj ti më idiot. E drejt. E Punon drejt, e ti drejt. tatën. Po pse e kemi këtë? Nga mendon që na ka mbetur? Na kanë mbetur, kemi Dashur. lindur me këtë. Dashur. Ne kemi pasur komandant lejtnant Enver Hoxhëm, që e përshëndesim atje në Ferr, po pati në rrath Ferri. Si mendon në Ferr ka shkuar? Unë mendoj se nuk ka vend Ferr për ata. E pra. Se edhe Ferri ka çik fisnikëri. Në Ferr mund ka qenë Dolfi, është Mussolini, po jo ky, e kupton, ky është më keq se ata. Dhe krijoi një vaksinë që e ka marrë dhe prindrit tanë, që quhet individi socialist. Ti mendon se në 67-ën, 68-ën i prishi Enver Hoxha me Meçeun? Jo, mor, e kanë prishur këta, mor, njerëzit, ne. Prishën neve, valla. ne. Në 91-shin, Merda, kush i ne. prishi azotikun e fjerit? E di ti çfarë mund të bëhet dhe fjeri me azotikun? Nami. Namin e zi. Furnizon e gjithë Ballkanin Namin me e zi. pleh kimik. Namin e zi bënda. Për mbjellje dhe për tokë. Apollonia që kemi neve aty. Është qyteti më i bukur në Europë i antikitetit. Është stërvitur Oktavian Augusti aty. Nuk ke një tabel më që të vendoset Oktavian Augusti. 63 vjet perandori i Romës solli paqen më të gjatë. Sepse nuk i rruhet njeriu në këtë vend për. Po ti e di që Amantia, të themi Amantia në Florë, ke parasysh Po, Amantia? po. Amantia ka qenë qytet i lash me 60.000 banor. Athina e Platonit, Sokratit e Aristotelit 15 deri 30.000 banor. 20.000, maksimumi 30.000 me ekstrakomunitarët. Urdo. Që Aristoteli ka qenë ekstrakomunitar, se Maqedonës merrte permesso di soggiorno për Po. të shkuar për të shkuar
në Athinë. Pra, ne nuk e duam sepse ashtu na është bërë, pra, është proletarizmi. Ne nuk kemi asnjë lloj. U kolektivizuan gjitha, sepse në momentin që unë po t'jetë Viola dhe Egoni lart, për mua është shumë e vështirë dhe nuk është fare as pak motivuese që unë të lodhem e të arrin nivelin tuaj. Po çfarë gjë më e thjesht për mua, të jemi të barabartë në njerim, t'ju marr dhe juve të dy nivelin tim. Dhe ajo ndodhin në Shqipëri. Ti e kupton, e dim që Azim Ulletin e dim një debil prefekt që na e ka bë këta debilat e kinostudios Shqipëria e Re, e kupton? Që i quajmë regjizor të mëdhenj, këta janë për burg më të gjithë. Këta janë pjesë, nëse kanë një Nuremberg shqiptar, të gjitha regjisorët duhen futur njerë në çka ke punu ti për partinë, vëlla. Qazim Ulleti, astrofizikant në NASA, me 8 gjuhë huaja. Me gjithmene? I vërtet e ka. Kontrolloje, vëlla, e ke bas publik. Qazim Ulleti, vëlla, astrofizikant. Xhafer Deva, super shkencëtar. Për Xhaferin e di, po për Qazimin se di. Edhe Qazim Ulleti, vëlla. Neve kemi bë një budalla Tirane që kishe carac në shtëpi dhe vite para, kupton? E diti që Zogu ka sjell pas exilit ka sjell një pjesë thesare që e mori me vete, që është thesari mbretëror, që është buxheti i Mretit. Dhe gjithë Zogu. Ahmeti, vëlla, Ahmeti. Po kur e solli? Ahmeti më e ka në banka më se nuk sillet leku me lingotat e arit. Nuk sille me çanta, vëlla, çohen në bankë dhe alokon vetë banka. Jo, mendova mos se leka Zogu tani pas 90-s. Pra, Lago. Neve kemi një kancer shumë të madh në shoqëri që nuk e kemi kuptuar, ose kemi kuptuar po që jemi shumë të pa fuqishëm për ta ndryshuar, është ajo formë e komunizmit që për mua nuk ka qenë as komunizëm, ajo ka qenë diktatura pa ngjyrë. Është thjesht diktaturë e kuqe. Pra, kishte 12 njerëz të byros politike që ishin regjenca, le ta quajmë, 12 veta me pushtet dhe pjesa tjetër e mbetur ishin skllevrit. Çka ka pasur ndryshe Pinocheti, vëlla? Është diktatura ashtu është. Diktaturat janë gjitha të ngjashme. Të gjitha të ngjashme. Janë gjitha të ngjashme. Janë vrarë 300 fëmijë, më mungojnë 300 fëmijë në 72-shën, më vëlla. Se do t'i bonim transfuzion gjaku demonit. Megjithatë, unë besoj te një formë barazie, te cila, meqense ti e the atë që ne të dy për kuptimin figurativ, ne të dy jemi më lart dhe ti je më poshtë dhe ti tash të hyn mola, se si të na ulish. Unë besoj që ne të dy mund të marrim ty lart. Te kjo formë barazie. Pra, jo te barazia në mjerim. Askush nuk do donte të barazonte nëse ti je lart. Kam përshtypjen ky është problemi. Njerëzit kanë shumë vështirë të japin të njëjtin status dikujt. Unë mendoj se ka një problem tjetër, është ajo shpreha e famshme e Hipokratit. Nuk të shëroj dot nëse ti do të shërohesh, vëlla. Pra mbetet personi është e gjitha vetë përgjegjës për. Domethënë Zoti na ka dhënë neve vullnetin e lirë. Ma ka thënë pastor Paulin Vilajeti që e përshëndes, do jepet gjatë javës në tru podcast, se e kam të regjistruar. Prit një sekond, se e kemi në majtë. Jepet pas goxha kohësh, kjo. Jepet pas 20 apo 25 ditësh. Okej, shumë bukur. Mendoje që e ke transmetuar. Mendoj që e ke transmetuar. Ma ka thënë pastor Paulin Vilajeti në podcast, kur e pyetën se çfarë është ferri odi. Pastori. Ferri është vendi ku nuk e gjen Zotin. Nuk e kisha menduar ndonjëherë kaq të thjesht. A kupton, është thjesht vëlla, thjesht një vend që nuk e gjen Zotin. Edhe unë që i them, domethënë që ka Shqipëria. Me që jemi te kjo batuta, shpend me muzikën si e ke dashuri. Okej. Në sugjerim është pjesë e pandashme. Po vëlla, unë dëgjoj Ben Bomerin, momentalisht dëgjoj Ben Bomerin, aty hap këtu se jam keq me emrat. Një sugjerim edhe ta vër. Që të shkojmë xhem muzik. DJ Arten. Unë Ben Bomerin Father Ocean e kam shumë qef vëlla, e para. Gjoj shumë Kreshën edhe Lyrical Sunin, bile si kam ftuar Lirikalin e kam ftuar në podcast, më është përgjigjur direkt në Instagram, po për shkak të kohës vetë gjitha se kanë shumë koncerte dhe as nuk e bezdisi, ti të mos të ngele qefi me ato. Po jam i bindur që po të takoj një herë live të gjitha më vjen direkt e lë. Hajde, vemi, e bojmë. Na jep këngën që të vazhdojmë dhe pastaj vijojmë vlla i dashur, një sekond lutem. Hajde, zgjidhe vet. Atëherë nuk do të vendosësh të Ben Bomerin, do vendosi
themeli i MC Kreshës edhe Lyrical Sunin. Okej, super fare. E dëgjojmë. E du se ata kanë dhe tekst. E dëgjojmë edhe dëgjojmë. rikthehemi për të vijuar bisedën.